Në shikim të parë mund të duket si një kullë e vjetër e ndërtuar shekuj më parë, mirëpo kjo kullë të cilën po e shihni është ndërtuar pas luftës së fundit në Kosovë. Është një kullë e re e cila është ndërtuar me qëllim të ruajtjes së traditave dhe kulturës son. Këtë investim në fshatin Luk në komunën e Deçanit e ka bërë Rustem Gecaj, i cili pavarësisht faktit se jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për më shumë se 30 vjet, i ka ruajtur me xhelozi traditat e shqiptarëve. E përveç ndërtimit të kësaj kulle, kjo u dëshmua edhe me pritjen që i bën ekipit të reportazhit ma pikturo ëndrrën. Madje në këtë hapësirë ku është ngritur kjo kullë e shekullit 21, ka qenë edhe kulla e gjyshërve të pronarit të saj. E po sigurisht se nuk do të kishte kuptim që çdo gjë rreth kësaj shtëpie mos të kishte lidhshmëri me të kaluarën. Në këtë kopsht jashtëzakonisht të bukur, për të cilin ka një kujdes të posaçëm, gjendet edhe jashtë të quajturi hamar. Nëse dikur ka shërbyer për ruajtjen e bereqetit, sot shfrytëzohet për diçka tjetër, për pritjen e miqve në raste të veçanta. Në oborrin e kësaj shtëpie gjendet edhe një kuzhinë e veçantë, e cila shfrytëzohet për mbledhje të ndryshme të familjes, si dhe shpeshherë edhe me miq. As këtu nuk janë larguar nga tradicionalja, dhe madje çdo element që kanë investuar këtu lidhet me traditën e popullit shqiptar. Ndërsa tani do të vazhdojmë për të parë interierin e kësaj kulle. Ambienti i parë ku pronari i kullës na shpiu ishte oda e burrave. Me një punim të jashtëzakonshëm të druvit dhe në një hapësirë mjaft të madhe, oda e burrave është ambienti kryesor ku pronari i kësaj kulle, zotëri Rustem Gecaj, i pret miqt. Së pari, falenderoj se keni ardhur. Odën e burrave, vendimi për me rregullu odën e burrave, më shku si mas traditës vendit. Dhe unë e kam pas kullën të gjyshit, të 4 gjyshit.
por është kone shkatruar. Edhe mbas lufte, po vendosëm me ndërtu një kullë të sheklet në stëmi, një kullë të mirë. Edhe presim të burrat të mbaj, burrat shtetit, ambasador, do kënë shumë interesant. Se kjo është një traditë e vjetër. Kur vim këtu, do kënë shumë interesant. Edhe dalën shumë të knaqur. Edhe nuk besojnë si s'mundën as me parapasi ka kësi odash, ka kësi ndërtimin Kosovë, kësi punimi. Mendimi jam për këtu është vetëm i rujt traditën e vendit, e mos me hup shenjat e vjetra këtu. Në një odë burrash nuk do të kishte kuptim mungesa e qirimave. E padyshim edhe kamini i cili gjendet në mes kësaj ode është një element që edhe më shumë i jep kuptimin e odës së burrave. Abazhurët në këtë odë, si në të gjithë shtëpinë, janë të ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në tërë shtëpinë mund të shohësh edhe shumë elemente të cilat dëshmojnë dëshirën e pronarit për të ruajtur traditën e të parëve të tij. Ato që të bien në sy ngado që të shkosh në këtë shtëpi janë fotografitë e pronarit me personalitetet e njohura të skenës politike vendore e ndërkombëtare. Ndërsa tani do të kalojmë në një ambient tjetër. Nga oda e burrave do të kalojmë te dhoma e grave. Edhe në këtë dhomë si në tërë shtëpinë bizotron tradicionalja, qirimat, punimet prej druri e madje edhe këto perde të cilat janë të punuara enkas për të përshtatur me të gjitha elementet e shtëpisë. Kjo shtëpi me rreth 700 metra katror ka edhe një dhomë tjetër të pritjes. Madje këtu mund të shohësh edhe frangji, e cila në të kaluarën është përdorur në raste luftrash nga pronarët e shtëpisë. Ky fakt dëshmon se Rustem Gecaj traditat e shqiptarëve do t'i përcjell brez pas brezi. E kjo ka ndodhur edhe të djemtë e tij, të cilët thonë se traditat të cilat u ka mësuar i ati do t'i përcjellin edhe të djemtë e tyre.
Vjen tim pëlqen shumë, domethënë pesi u kon fëmijë, baba më ka marrë gjithë edhe në New York edhe këtu me vete, tani herët atë na jetë në soba, gjithmonë i konë këto, kjo soba është, ka pësu shumë gjona. Domethënë 2 vjet e kam djalin, që 2 vjet është ka vjen me mua, ka kthejt më ka përcjellë traditën sa të mund. Në kuadër të kësaj kulle janë edhe 3 kuzhina. Edhe aty mund të shohësh vetëm punime nga guri e druri. Sikurse në të kaluara, në këtë shtëpi janë 2 parë shkallë, një parë për hyrje të burrave e të tjerat për gratë. Shtëpia ka 4 banjo. Në kuadër të kësaj kulle janë edhe 4 doma të gjumit. Për punimet e jashtëzakonshme të drurit në këto dhoma, më mirë se pamjet nuk mund të flasë askush. Që i është kushtuar rëndësi çdo detaji, tregojnë edhe këto mbulesa të shtretërve, të cilët janë të gjitha të punuara me dorë. Ishte kjo kulla e Rustem Gecajt nga fshati Luk në komunën e Deçanit, qëllimi i të cilit është ruajtja e vlerave dhe e traditave të popullit shqiptar brez pas brezi.